Doktor, e njohëm shumë si term rezistenca në insulin, po na shpjegon se çfarë është rezistenca në insulin? Rezistenca në insulin është një gjendje që karakterizohet me mungesën e ndjeshmërisë së indeve periferike ndaj insulinës që ka prodhu pankrasi dhe meqense mungon kjo ndjeshmëri, pankrasi përgjigjet duke prodhuar gjithnjë më shumë insulin, pra dhe kemi pastaj një gjendje të hiperinsulinemisë, meqense mungon kjo ndjeshmëri në inde periferike, insulina nuk ja del që sheqerin, glukozën që është në qarkullin e gjakut ta fus në qeliza, ndërsa nga ana tjetër insulina ka edhe efekte të tjera në metabolizëm edhe të yndyrnave dhe deponon yndyrna. Pra, ky prodhim i tepërt i insulinës nga organizmi, nga njëra anë prek metabolizmin e sheqernave, por prek edhe metabolizmin e yndyrnave në organizëm dhe kontribon në shtimin në peshë. Po si trajtohet një gjendje e tillë? Si e trajtoni ju si profesionist një gjendje të tillë? Tani ne kur kemi një pacient para vetes që është mbi peshë ose obez, ne kërkojmë disa analiza për vërtetuar nëse kemi të bëjmë me rezistencë insulinike, masim glukozën esëll, insulinën esëll dhe nga këto derivon një analizë që quhet HOMA-IR. Nëse del përgjithsisht mbi 2 kjo vlerë, atëherë e konfirmojmë që kemi një rezistencë insulinike prezente. Sigurisht që pacientët i këshillojmë që shtojnë kujdesin në ushqime, pavarësisht kur flasim këtu për shtim kujdes në ushqime, kemi fjalën për mos konsumimin e bukës së bardhë, por bukës integrale, thekrës ose diçka të ngjashme dhe paksimin e përdorimit të produkteve të brumit. Edhe atyre në kushte shtëpiake, byrek, pite, flia, apo edhe makarona, shpageta, edhe pica ose diçka të ngjashme. Pastaj kur konsumohen këto që konsiderohen zëvendësim i bukës, për shembull patatet ose orizi, të mos përdorin bukfare ose sasi minimale të bukës, pastaj edhe paksimin e përdorimit të pijeve energjike, pijeve që kanë kalori, do të qenë pjesë e shpeshtë e tavolinave të tryezave tona, edhe shtimin e aktivitetit fizik, ecje të paktën. Ne jetojmë një kohë kur për shkak të natyrës punës që bëjnë njerëzit shumë pak kryejnë aktivitet, madje i duket e paimagjinueshme kur ne ju themi që duhet bësh të paktën ja 4-5 mijë hapa, sepse rekomandimet janë që të paktën kaq të bëhen gjatë një dite, ankohen sepse dita është e ngarkuar me punë, kur kthehen në shtëpi janë të lodhur dhe pastaj s'mund të dalin. Sigurisht që përveç këtyre këshillave që i përmendëm, dietare edhe aktiviteti fizik, në menaxhimin e rezistencës insulinike ndikojnë edhe barnat dhe trajtimi farmakologjik. Kur rezistenca insulinike është e lartë, bazë analizave i përshkruajmë edhe barnat, po fillimisht i rekomandojmë këto këshillat që i përmendëm. Prej barnave më së shumti përshkruhet metformina, që është një sensibilizues i indeve, do të rrit ndjeshmërinë e indeve periferike. Pacientëve kur ua përshkruajmë këtë barë, ju tregojmë që barri është i njëjti që përshkruhet edhe pacientëve me diabet, por ju nuk e keni diabetin në momentin kur po ju përshkruhet ky barë, vetëm se ju përshkruhet që ajo ndjeshmëria e indeve që ka humbur të rikthehet. Ka pacientë që nuk mund ta tolerojnë këtë barë, mund të përdoren edhe alternativa tjera farmakologjike që janë po ashtu sensibilizues të indeve, siç është pioglitazoni. Cili është dallimi mes rezistencës në insulinë dhe diabetit të tipit 2? Rezistenca insulinike, e vërtetuar me analizat që i përmendëm, mund të jetë pararendse, paraprise e para diabetit dhe diabetit, do të qoftë se nuk trajtohet me kohë, rezistenca insulinike mund pas disa vitesh të progredoj në një diabet. Por edhe rezistenca insulinike edhe para diabetit nuk janë rrugë njëkohëshe. Do të i uzojmë pacientat që mund të përparoj gjendja në diabet, por në qoftë se vedisohen, nëse kanë kujdes në ushqim pije dhe e marrin terapinë që u përshkruajmë me rregull, sigurisht që jo domosdoshmë do të zhvillohet tek ata diabeti, ta kemi parasysh që kemi raste kur rezistenca insulinike shoqërohet edhe me nivele normale të sheqerit në gjak, madje kemi ndonjëherë kur kanë rezistencë insulinike pacientët, sidomos nëse nuk janë të kujdesshëm sa përket konzumimit të vakteve ushqimore, kanë edhe epizode të hipoglikemie, do të sheqerit ju bie poshtë atyre vlerave normale, do të bie nën 4 dhe të kanë manifestime, sidomos ka vakti i darkës ose menjëherë pas konzumimit të ushqimit në darkë. Se janë ata personat që mund të kenë prirje për rezistencë në insulinë? Përgjithsisht, si faktor rreziku, janë pacientët të cilët në familje kanë dikënd me mbi peshë, kanë pacient me diabet,
apo kanë edhe qoftë vetë, qoftë familjar sindrom të vezoreve policistike. Ndër faktorët më të shpesh mund t'i përmendim këta, edhe sigurisht që kanë stil jo të shëndetshëm të jetës tyre. Doktore, nëse mundesh më na i përmend pasojat që mund mi pas një vezore policistike nëse nuk trajtohet siç duhet, edhe një rezistencë në insulin. Tani rezistenca insulinike, siç e përmendëm, nëse nuk trajtohet, përveç që do të shtoj peshën pacienti, kjo mundet edhe të rrezikoj atë që të zhvillohet diabeti në të ardhmen. Por në rast të rezistencës insulinike dhe sindromës vezore policistike, përveç prekjes së fertilitetit ose gjasa për mbes shtatzan që e përmendëm paraprakisht, mund të kemi edhe çrregullime metabolike të tjera, duke përfshirë ato çrregullimet kardiovaskulare, me lëhatje të vlera të tensionit arterial, me prekje të ritmit të zemrës, prekje të niveleve të yndyrnave në gjak, sepse këta kanë shpesh dislipidemi. Pastaj kemi ndonjëherë edhe luhatje të disponimit ose të humorit të pacientëve që përfundojnë edhe me depresion dhe pastaj edhe trajtimet nëse nuk bëhen me kohë, qoftë me psikoterapi ose me medikamente, ju bëhen, si me thonë, barë dhe prekin cilësinë e jetës atyre individëve. Një pacient që ka nivele normale të glukozës në gjak, a mund të ketë rezistencë në insulin? Po kemi raste, sidomos në ato rastet e fillimit të zhvillimit të rezistencës insulinike, e kemi nivelin normal të glukozës, dhe po që se bazohemi vetëm në nivelet e glukozës, mund të na ikë vendosja e diagnozës së rezistencës insulinike. Dikur më vonë mund të kaloj atë pragun e vlerave normale, po akoma jo vlera të larta sa për të vendosur diagnozën e diabetit. Do të mund të jenë atë kategorinë që quhet para diabet. Por në përgjithësi jo domosdoshmë çdo rezistencë insulinike shoqërohet me nivele të larta të glukozës. Po si mund të rregullohet kjo gjendje? Tani këshillat dietare i përmendëm, të shumta, aktivitetin fizik po ashtu, por edhe me medikamente. Kemi disa grupe banash medikamente që përshkruan, por sidomos kur kanë rezistencë insulinike dhe mbi peshë, ne i këshillojmë pacientët që ta kuptojnë që në ato raste mbi peshë është smundje. Dhe nëse vërtetësohen që është smundje, ata fillojnë edhe ato këshilla të zbatojnë me përpikëri, por edhe medikamentet i marrin, sepse na ndodh ndonjëherë që pacientëve ju vendosin diagnozë dhe nuk e marrin seriozisht diagnozën. Sigurisht që nëse nuk merret seriozisht gjendja, nuk ndodh ai përmirësimi i pritur dhe vijnë pas muajsh ose dhe vitesh në gjendje më të përkeqësuar, ndoshta edhe me këto komplikime ose pasojat që i diskutuan.